Radio Pendimi, edicioni I lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, po takohemi në edicionin qendror të lajmeve në Radio Pendim të orës 16. Ndër të tjera në këtë edicion lajmesh do të ndëgjoni: Qeveria pret raportin e Kekut për faturat. NATO me sulmet e saj përsëri vret civil. Qeveria pret raportin e Kekut për faturat. Ministri I Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj ka thënë në kuvent se qeveria po pret raportin e komisionit që po heton manipulimet e mundshme për faturat e muajit janar për të marrë masat e duhura. Ai ka folur pas shqetësimit që ngritën grupet parlamentare për faturat e Kekut për muajin janar, transmetojnë mediat. Beçaj ka ftuar të gjithë qytetarët që të shkojnë te komisioni dhe të paraqisin gjitha ankesat, duke shtuar se të gjitha ato ankesa do të marren parasysh. Ndërsa ka shtuar se kjo qeveri ka ulur në masë të madhe subvencione e Kekut. Shefja e grupit parlamentar të AKR-s Mizene Selmani ka thënë se Keku nuk ka arritur të inkasojë mjetet dhe për këtë po ndëshkon konsumatorët e përgjithshëm. Për 3 muaj dorëzohen më shumë se 32.000 aplikacione për veteranët e UÇK-s. Ecëria procesit për njohjen e statusit të veteranëve, të invalidëve dhe të internuarve të UÇK-s dhe kategorizimi I pjesëmarrësve të luftës në Kosovë ishin tema që u diskutuan nga Komisioni Qeveritar I ngarkuar me këtë çështje. Në një konferencë për mediat pas takimit kryetari I këtij komisioni dhe njëherësh ministri I Forcave së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku tha se ky proces është duke shkuar mirë. Sipas tij, një numër I madh I aplikacioneve janë tërhequr tek zyrat komunale dhe shumica prej tyre janë dorëzuar. Janë tërhequr 48.729 aplikacione për njohjen e statusit të veteranit, kurse janë dorëzuar 30.507 aplikacione për njohjen e statusit të invalidit. Janë tërhequr 5.126 aplikacione e janë dorëzuar 3.634 aplikacione dhe për njohjen e statusit të dëshmorit kanë marrë aplikacionin 3.232 persona, kurse janë dorëzuar gjithsej 2.062 aplikacione të plotësuara, tha ai. Shqipëri, rëshqitje dheu në autostradën Kukës-Kalimash. Për shkak të rëshqitjeve dhe vjedhjes së rjetave mbrojtëse në skrapatet e rrugës së Kombit, ka pasur rëshqitje toke të konsiderueshme. Sasi të mëdha dherash dhe gurësh kanë rënë mbi shtratin e rrugës në aksin Kukës-Kalimash në afërsi të fshatit Mamës të Kukësit. Në një pjesë rrugë deri në 70 metra, gurët dhe baltët kanë rënë mbi rrugë duke ngushtuar ndjeshëm zonën e kalimit të mjeteve. Veç kësaj, për shkak të rëshqitjes në rrugë nga prania Akullit dhe Borës që nuk pastrohet, ka pasur aksidente të shumta me mjete që dalin nga rruga. Siri, ushtria çlirimtare merr në dorë sasi të madhe të municioneve në aeroportin e Halepit. Forcat opozitare kanë ndërprerë edhe kontrollin mbi aeroportin të linjes së regjimit që përdorin nga Halepi për në lindje. Ushtria çlirimtare ka arritur të kapë një numër të madh të municionit, raketa dhe armë të rënda pas marrjes së kontrollit të aeroportit në Halep. Ushtria çlirimtare kishte arritur të marrë në kontroll aeroportin në Halep pas tërheqjes së ushtrisë së regjimit si shkas I betejave të ashpra. Sipas rrjetit të lajmeve të opozitës Shami, tregon se si njësitë të luftëtarëve të opozitës kanë marrë në kontroll aeroportin që ndodhet 60 kilometra në lindje të Halepit pas një rrethimi disa javësh të aeroportit. Nëpërmjet telefonit në një deklaratë për Reuters, Ebu Abdullah Menbeh, njërin nga komandantët të ushtrisë opozitare, të cilët kishin planifikuar sulmin në aeroport, ka thonë se forcat e tij kishin gjetur 2 avion luftarak të modelit MiG, si dhe municione që nuk e dihet ende nëse ato janë në gjendje për të përdorur. Ai gjithashtu ka sqaruar se forcat e regjimit e kanë përdorur aeroportin për të bombarduar veriun dhe lindjen e Halepit me rrethin, por tash ushtria çlirimtare ka arritur ta ndërpresin këtë lindje të tyre në lindje të Halepit. Rusia I dërgon armë ushtrisë së Malit. Kreu agjencisë eksportuese të armëve Rosobor në eksport, Anadoli Isaikin, ka thënë se deri më tash në Republikën e Malit janë dërguar disa armë të lehta, ndërsa po vazhdojnë bisedimet për dërgimin e një sasie tjetër. Në javët e fundit, forcat ndërkombëtare të udhëheqësura nga Franca kanë dëbuar kryengritësit, të cilët kishin pushtuar pjesën veriore të Malit. Afganistan, NATO me sulmet e saj përsëri vret civil. Zyrtarët lokal afgan theksojnë se në një sulm ajror I NATO-s në lindje të Afganistanit ka vrarë 10 civil, përfshirë 5 fëmijë.
Guvernatori i provincës Kunar Fazlullah Vahidi tha se forcat ndihmëse e sigurisë ndërkombëtare të NATO-s ISAF sulmojnë në ditën e mërkurë pa informuar paraprakisht autoritetet lokale. Zavendësi i ISAF-it Major Adam Ojak tha se ai ishte në dieni të një incidenti që përputhet me raportin nga Kunar, por tha se ai nuk mund të konfirmojë numrin e vdekjeve apo të viktimave civile. Ojak tha, ne i kemi marrë seriozisht të gjitha akuzat e viktimave civile dhe ne jemi duke vlerësuar incidentin. Viktimat civile të shkaktuara nga forcat e NATO-s janë në një çështje shumë të ndjeshme dhe janë dënuar rregullisht nga presidenti Hamid Karzai. Parashikimi i motit. Të nderuar dëgjuesi, pas të dhënave të Institutit Meteorologjik, koha në Prishtinë është 5 gradë Celsius, Tirana ka 12 gradë Celsius, ndërsa Shkupi ka 8 gradë Celsius. Ishte kjo atyre përgatitur për edicionin e lajmeve të orës 16 deri takimit tonë të radhës. Mirëmbëjtje. Radio Perëndimi e themeluar në vitin 2006, vetëm për një arsye.